Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike parashikon uljen e humbjeve në rrjet me 16.50% nga rreth 16.96% në vitin 2025. Objektivi është pjesë e planit të investimeve për vitet 2026 dhe 2027 të paraqitura pranë entit rregullator të energjisë. Sipas dokumentacionit, investimet në linja nën stacion, në rrjetet e tensionit të mesëm dhe të ulët, si dhe sistemet e monitorimit, synojnë jo vetëm reduktimin e humbjeve, por edhe përmirësimin e cilësisë dhe sigurisë së furnizimit me energji elektrike. OSSH parashikon ulje të energjisë së pafurnizuar. Treguesi ENS pritet të jetë 33.873 MW në vitin 2026 dhe 33.196 MW në vitin 2027. Përmirësim parashikohet edhe për treguesit e ndërprerjeve. Sa i di që maca kozjatën mesatare të ndërprerjeve për klient pritet të zbresë nga 36.07% në 35.35%, ndërsa sa i fi që matë frekuencën mesatare të ndërprerjeve parashikohet të ulet nga 21.72 në 21.28. Sipas OSSH-s, plani i rishikuar i investimeve pritet të ndikojë pozitivisht në këtë tregues, krahas uljes së humbjeve teknike, përmirësimit të cilësisë së tensionit dhe shkurtimit të kohës mesatare të riparimit. Investimet përfshin rikonstruksione në stacioneve dhe rritjen e kapaciteteve transformuese, me synim uljen e rrezikut të mbingarkesave, veçanërisht në zonat me zhvillim urban, turistik dhe ekonomik. Ndërkohë, fiterit e rinj dhe lidhjet unazore synojnë të krijojnë alternativa furnizimi në rast defektesh. OSSH thotë se treguesit do të monitorohen periodikisht gjatë zbatimit të planit të investimeve.